Flamurtari në basketbol për femra u përfaqësua denjësisht në një turne, i cili u mbajt në Malin e Zi. Në një finale emocionuese të luftuar në çdo periudhë dhe në çdo pikë, vajzat vlonjate nuk arritën të shpallen fituese të këtij turneu, pas një përballje dramatike që u vendos vetëm në kohën shtesë. Ndeshja u mbyll me avantazhin minimal prej një pike për skuadrën e Budućnost, kampione e Malit të Zi dhe aktualisht kryesuese në Ligën Ballkanike, duke treguar edhe një herë forcën dhe përvojën në kompeticione të tilla. Pavarësisht rezultatit, paraqitja e vajzave kuqezi ishte në nivel të lartë, duke rivalizuar denjësisht një nga ekipet më të forta të rajonit. Loja e disiplinuar, intensiteti në mbrojtje dhe vendosshmëria në momente kyçe treguan rritjen dhe potencialin e madh të këtij grupi. Humbja erdhi vetëm pas kohës shtesë, çka dëshmon se diferencat ishin minimale dhe ndeshja mbeti e hapur deri në sekondat e fundit. Rrugëtimi drejt finales ishte po aq mbreslënës. Në gjysmë finale, flamurtari dominoi bindshëm me ekipin vendas Herceg-Novi 87, duke mbyllur takimin me rezultatin e thellë 105-74 dhe me një diferencë prej 31 pikësh. Një paraqitje spektakolare që konfirmoi ambiciet dhe formën e shkëlqyer të skuadrës vlonjate në këtë turne. Pjesëmarrja në një kompeticion ndërkombëtar përbën një hap të rëndësishëm për zhvillimin dhe konsolidimin e ekipit. Përballja me skuadra kampione dhe me eksperiencë rrit nivelin konkurrues dhe jep vajzave të flamurtarit më shumë besim për sfidat e ardhshme në kampionat dhe ligën unike. Edhe pse trofeu këtë herë nuk erdhi, performanca dhe karakteri treguar në parket janë një fitore më vete për skuadrën e flamurtarit dhe për basketbollin shqiptar.